Në këto zgjedhje ju kishit të vionit keni një bashkëpunim të refisht me prokurin e posaçme SPAK, me prokurin e përgjithshme, sa i përket, më themi, parandalimit anomalive zgjedhore, krimeve elektorale, abuzime zgjedhore, etj. Përpara se sa, më themi, flasim për çështjet brenda vendit. Do një nga problematikat e raportuara për votimin nga jashtë është, më themi, ka vënë lëvizje një nga këto dy strukturat hetuese. Po, kjo është e sigurt që vëmendja qoftë SPAK edhe prokurisë përgjithshme është edhe për çfarë ndodh me votimin e diasporës, edhe në këtë komponent të procesit zgjedhor ne kemi patur shkëmbim të informacionit. Nuk di të them dhe nuk kam asnjë autorizim për të thënë më shumë se kaq, se çfarë konkretisht është duke bërë secili prej këtyre dy organeve, por vëmendja e këtyre dy institucioneve është tek i gjithë procesi zgjedhor, si ai brenda vendit, ashtu dhe jashtë vendit.